2004. Ka qenë e premte dhe shtune, po. Po si kujtoni këto ngjarje tjera të një bazë? Si ishin përcjellur dhe si ishin kontekstualizuar në atë periudhë? Sa ishte alarmuar ajo që të mos ndodhte, sa ishte me një farë forme, sa ishin marrë masa nga autoritetet ndërkombëtare, por edhe qoftë edhe nga pozicionet politike vendore? Jo, nuk janë marrë fare masa, absolut, se po të ishin marrë masa, ka pas mundësi më arrestuar të gjithë, nashta të gjithë jo, por një pjesë e madhe atyne që kanë bërë krime, natën e 34 shkurtit, sepse nuk ka qenë veç 2-3 vetë aty, po kanë qenë shumë, po krye kriminali ka qenë Oliveri që e vrajtën ata vetë më vonë, shokët e vetë. Po shumë vite më vonë... Po ka pas mundësi qeverit tona në vazhdimësi deri me sot, me bo vazhdimisht trysni tek bashkësia ndërkombëtare. Po, s'poku, unë nuk i kum dëgjue, ndaj rast e kanë përmen në për takime ndryshme, po jo qysh duhet, edhe qysh ish dosh me bo trysni, ja nuk kanë bo, edhe kur e panë që edhe na nuk jem bashkë interesuar për këtë punë, edhe ushtria franceze normal veproj, dhe unë kum shkru jo njerë, po shumë herë, dhe në një rast i kum krahasue përkatësisht, ju kum thonë, po i qëndroni besnik atyre që bën krime mbi popullatën shqiptare, tash po i zavesoni ju. Dhe për këta edhe ju më arrestu, kom dole edhe para gjykate, ushtrisë franceze. Ishit arrestuar në periudhë të... Me 20 mars jam arrestu, me 20 mars 2004. Ditë e dillë ka qenë, në zyret tem, në zyret Këshillit për drejtat njerëzit. Në qendër të kulturës. Dhe më pastaj ishit liruar, apo jo? Po, ma vonë, po. Mas 26 ore, 45 minuta, jam liru. Thatë se bandave kriminale i ka prir Oliver Ivanovici, po ai nuk ka qenë i vetëm, sepse ka patur... Jo, ka qenë Dragan Delibashi që... A dihet me emra kush janë ata? Shumë dihen, po, shumë dihen me emra. A mund t'i themi, zoti Barani, sot, 26 vjetë më vonë? Jo gjithë, po ata cilë... Po, Dragan Delibashi që Zharko Kosovati, ai e kom mësuar në vetë personalisht prej Zharkut, Dragan Gjuriqi e kom mësuar në vetë personalisht prej Dragan Gjuriqit, e shumë të tjerë. E ke pësuar, thotë? Po, unë e kom pësuar. Si, në qëfar forme? Ka bastisë shpe, Zharko Kosovati. Kjo po flasim për periudhën e luftës, para luftës? Ja, para luftës. Para luftës, po, para luftës. Para luftës. Pra gjithë këta kanë qenë pjesë e strukturave, sigurisë policore, ushtarake, edhe paramilitare edhe para luftës, Oliveri